Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit prill për shenjën e ujorit. Ujor, java e parë e prillit me datë 2 do të fillojë me një hënë të plotë në peshore. Kjo hënë e plotë në peshore, duke qenë në shenjë ajri, një lloj si ju, ka një impakt të fuqishëm tek komunikimi me të tjerët, tek raportet që ju keni me persona rreth jush, dhe gjatë kësaj jave do të keni biseda të ndryshme ku shpesh do të ndjeni të thumbuar, po këto thumbime do të kamuflohen me komplimenta, me fjalë të mira, dhe në fund nuk do ta kuptosh a të fyu ky person apo në fakt tha diçka pozitive për ty, se ja akoma në atë 2-3 ditët e para të muajit, ja akoma në atë energjinë e hënës së plotë në peshore, por do të vijë se është një energji shumë sharmante, është një energji diplomatike me elegancë, por mbas kësaj, mbas 2-3 ditëve të para, do të fillosh të shikosh gjërat shumë më qartë, edhe ngacmimet, humbimet do bëhen më të qarta dhe pjesa e konfliktit do vi duke u acaruar më shumë. Kjo për shkak të xhelozisë, kjo për shkak të inatit, kjo për shkak të rivalitetit. Rivalitet që ti nuk e ke ndoshta për palën tjetër, por personi e ka ndaj teje. Ti je në një fazë ujor që po zhvillohesh, po bën ndryshime shumë pozitive për veten tënde, dhe ka njerëz që nuk e pëlqejnë këtë gjë. Nuk e pëlqejnë sepse kanë qenë në një garë të fshehtë me ty, dhe tani që ti po avancon në garë, që po e fiton garën në mendjen e tyre, duan të të bllokojnë, duan të të stopojnë. Dhe disa ujor problemin mund ta kenë në çift me personin, partnerin ose partneren që kanë në krah. Mund të keni qenë të barabartë në një pikë të caktuar, pra kur jeni njohur, keni filluar të dy me të njëjtin nivel ekonomik, shoqëror, stil si stil jetese, dhe tani ju jeni shumë më përpara, po avanconi, po fitoni më shumë para, keni krijuar një status për veten tuaj më të mirë, dhe kjo krijon xhelozi, kjo krijon inat, kjo krijon dyshime tek pjesa e partnerit ose partneres, dhe do të mundohet për shkak të pasigurive që ka personi, për shkak të inatit, për shkak edhe të frikës së vet se mos ju largoheni, braktisni, do të mundohet si që t'ju ngacmoj, t'ju thumboj, t'ju bëj të ndiheni keq, që shiko se ti nuk je më mirë se sa unë, pse e bëre këtë gjë, nuk do të thotë që ti di më shumë, nuk do të thotë që ti ke potencial më shumë, një situatë e kësaj natyre. Për të tjerë mund të jetë edhe një person i shoqërisë që një rrethin tuaj shoqëror që e keni njohur prej kohësh, mund të jetë dikush me cilin punoni, mund të jetë edhe një person i familjes suaj të vogël që ka këtë lloj sjellje. Mund të jetë ndonjëherë situata të tilla ndodhin edhe motra, vëllezërit, edhe prindrit ndonjëherë mund të kenë, në varësi të inteligjencës emocionale që ato vet kanë, mund të kenë një lloj xhelozie ose një lloj inati që sigurisht nuk është normale ndaj fëmijës kur avancon, kur arrin diçka më shumë. Sido që të jetë kjo situatë, përpiquni ujor që ju të vazhdoni në rrugtimin tuaj, pa e marrë gjithçka personale, çfarë po thot personi. Ju shoh të nxehur, ju shoh pak të mërzitur, të acaruar në javën e parë, por në javën e dytë do arrini ta shikoni më kthjellët situatën, sidomos nëse keni të bëni me dikë që ka energji të fortë ajri, një lloj si ju. Pra nëse dikush që jeni në këtë situatë është ose binjak, ose peshore, ose një ujor tjetër, ose ka ascendenten ose shenjën e hënës, dhe shikoj që ky person ka një lloj impulsiviteti, nuk i mendon, i jep premtime, nuk i çon premtimet deri në fund, pret që gjërat të ndodhin shpejt, ti jepen, nuk do të punoj shumë, nuk do të sakrifikoj nga ana e vet, i do gjërat e gatshme, dhe ti e kupton në mënyrën në komunikimin, sidomos në tensionet, në debatet e javës së dytë, që të gjitha këto gjëra i ka për shkak të pakënaqësisë që ka me veten si person, me realizimet e veta personale, se nuk është aty ku do donte që të ishte.
Dhe kjo është normale për të gjithë në përgjithësi gjatë prillit, gjatë këtyre 2 javëve, se janë shumë planete në dashë dhe ajo gjithmonë krijon debate, tensione, njerëzit janë të predispozuar të jenë më agresiv, të jenë më të rrëmbyer, të jenë më të gatshëm për të zënë edhe për të pasur debate. Megjithatë, për ju, kjo lloj sjellje do të përkthehet në përgjigje, do ta kuptosh më mirë personin palën tjetër. Nëse nga ana tjetër nuk jeni në këtë diskutim me këtë person që ka energji ajri, po ka një energji tjetër, ka një shenjë tjetër, atëherë kjo është energjia juaj në javën e dytë. Që do thotë ju në këtë javë po lejoni që këto biseda dhe këto situata të ndikojnë tek ju edhe t'ju prishin rutinën dhe rregullin tuaj. A nëse ti ke pasur në plan që do vazhdosh këtë gjë, tani nga nervozizmi, nga inati, po e lë diçka mbasdore, diçka që ti duhet ta bësh, po e lë diçka mbasdore, po i vonon procesin e jetës tënde në shumë drejtime, uh, po shpërthen më shumë, nuk po e kontrollon gjërat, nuk po mendon në mënyrë të qartë, në mënyrë të kthjellët. Mos u nxito ujor. Ju a them këtë sepse sidomos me datë 15 edhe Mërkuri është në dashë dhe kjo ndikon tek mënyra si ti mendon gjërat, si e shikon. Ke një tendencë për të biseduar ose për ta thënë fjalën e fundit parën, për të pasur një nxitim të madh. Po gjërat do vinë duke u qetësuar në javën e tretë, do vinë duke u qetësuar sepse ju shoh që do të përpiqeni ta kaloni situatën duke u fokusuar tek gjërat praktike, tek puna, tek angazhimet që ju keni, do të jeni shumë të ngarkuar me punë me përgjegjësi në javën e tretë, sidomos diçka që ka të bëjë me punën ku do t'ju jepet një mundësi ose për të bërë një trajnim, për të mësuar të tjerët, për të ndihmuar dikë, mund të vijë një person, një punëtor ose punëtore e re dhe ju duhet të ta ndihmoni, të mësoni punën, ose mund t'ju ofrohet një lloj trajnimi në punë, një lloj klase, një lloj kursi i shkurtër, diçka që do t'ju mbajë të angazhuar, që do t'ju duhet vërtet ndoshta edhe të hapni libra edhe të përgatiteni edhe të shikoni materiale online e gjithçka, po kjo do të jetë si e si që ju të mos mendoni për këtë ngarkesën emocionale, për këto hatërmbetjet që keni ndaj këtij personi. Thoni sa më shumë të kem punë, aq më pak kohë kam për të menduar edhe për të analizuar gjërat më tej. Një datë tjetër që është e rëndësishme është edhe data 17, sepse është një hënë e re në dash, dhe kjo hënë e re në dash është mirë për të filluar një cikël tjetër, dhe pikërisht për të menduar pak për veten, për planet, për prioritetet e tua, dhe e shoh këtë ndryshim që ti shkëputesh, thua, ok, ndodhi çfarë ndodhi, u zum, debatuam, nuk po kuptohemi, un kam hatërmbetjet e mia, personi e shikon gjërat ndryshe. Tani të fokusohem në diçka që është më konkrete, që është më praktike dhe që do më sjell rezultatet, ajo që ti ke në dorë të bësh në fund fundit. Megjithatë, prap në javën e fundit ju shoh pak të mërzitur, pak të shgënjyer, ujor, ju shoh melankolik. Ky person ka humbur besimin tuaj me këtë sjellje, sepse ju keni parë shenja, gjëra të tilla edhe më përpara, por nuk i keni rënë në sy, keni bërë sikur s'keni kuptuar, ndoshta deri diku edhe e keni justifikuar personin duke thënë që ose ndoshta është mërzitur vetë dhe prandaj flet kështu, ose ka ndoshta një problem prandaj sillet kështu, e keni justifikuar, por tani jeni në fazën që ju shoh të lënduar emocionalisht, nuk falni dot, nuk bëni dot sikur s'ka ndodhur asgjë, sepse kjo situatë është e qartë, të shikoni për atë që është realisht, dhe të kesh një person afër vetes që nuk të do të mirën, është e vështirë. Është e vështirë, sado që ti mund ta duash, mund të kesh kujtime, mund të kesh një historik bashk, ta mbash në rrethin tënd është shumë e
vështirë dhe prandaj nga orakulli i kristaleve, kristali që u rekomandoj për ju për muajin prill, por mund ta përdorni në çdo kohë që keni nevojë për këtë energji ujor, është ametisti. Ametisti është kristali që lidhet me energjinë tuaj. Dhe mesazhi thotë përgjigjet janë brenda teje. Qetësohu, medito dhe shiko drejt së ardhmes. Shumë e vërtet, ti e di, brenda teje ti e ke të qartë se se çfarë duhet të bësh në lidhje me këtë person. Dhe të mbash ametistin me vete është një nga kristalet më të mira për të hequr dorë nga veset, për të hequr dorë nga gjërat që nuk janë pozitive për ne. Personat për shembull që vuajnë nga varësia e alkoolit ose nga substanca të ndryshme dhe duan ke problem me duhanin ose me substanca të tjera që ti do t'i eliminosh, të mbash me vete ametistin të ndihmon shumë në proces, në procesin e pastrimit edhe ta heq atë dëshirën ose atë nevojën për të konsumuar një gotë apo për të konsumuar duhan apo diçka tjetër që ti e di që nuk është e mirë, që është vesë, të ndihmon për të pasur më tepër kontroll të trupit tënd. Është rekomandohet për këtë pjesë ametisti. Një nga vlerat tjera që ka është aktivizimi i syrit të tretë ose aktivizimi i aftësisë tonë të intuitës dhe për të parë drejt së ardhmes. Të mbash ametistin me vete të ndihmon shumë në procesin e të kuptuarit të gjërave, të kuptuarit të jetës tënde. Pse disa ngjarje të tilla ndodhin në jetë? Pse ky person vepron në këtë formë? Kush është më e mira për ty? Pra, të ndihmon gati që ta shikosh jetën tënde si një film dhe të studiosh kush janë hapat e ardhshme. Është një nga kristalet që të ofron qetësi, është një nga kristalet që të ndihmon shumë në procesin e meditimit, të jep ato përgjigje që të duhet, sepse tash aktivizon syrin e tretë dhe është gjithashtu mbrojtës ndaj gjërave që ty të dëmtojnë, veset që ti i ke, pra për të hequr dorë nga problemet brenda teje, ato që ti vetë mund t'ja ke shkaktuar, ato probleme që ti ja ke shkaktuar vetes tënde dhe për të çliruar, për të qenë versioni më i mirë i vetes tënde. Unë do rekomandoja që çdo ujor të mbante ametistin sepse ju thash është kristali që lidhet me shenjën tuaj të horoskopit. Prandaj nëse jeni të interesuar për vath, byzylyk, varse, unaza me ametist, bijuteri të një cilësie të lartë mund t'i gjeni dhe mund t'i porosisni tek websajti im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Dërgesat bëhen në të gjitha vendet e botës. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të më gjeni sërish online tek websajti im në goldentruthtarot.com. Ju falenderit ujor dhe bashkë të dëgjohemi në videot e ardhshme. Gjithë të mirat, mirupafshim.